الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Vëllezër të shtrenjtë, falja e Zotit është një drejtë të cilën e gëzojnë besimtarët. Por të ta gëzuar këtë të drejtë, duhet ta kërkojmë atë. A i kërkon një herë, a dy, a tri, a bëjmë sërish gjinahe, kthehemi sërish në mëkate. Nuk është me rëndësi. Me rëndësi është që sa herë që të gabosh, kërkosh falje nga Allah, sepse ai do të falë. Pse themi kështu? Sepse kështu na tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmetohet nga ai. Dhe thot: njeriu ibn Ademi bën një gjinah. Dhe thot: o Zot, unë e bëra gjinahin, më fal mua. Allahu Jalla fi'ula i thot: robi im bëri gjinah, dhe e din se bëri gjinah, dhe e din se nuk ka kush tjetër përveç meje që mund t'ja fal gabimin e tij. Andaj unë ja fala gjinahin. Mirë po njeriu përsëri bën një gjinah dhe thot: o Zot, unë bëra një gjinah, ma fal mua atë. Zoti i thot: robi im bëri gjinah, dhe e din se ka bërë gjinah, dhe e din se nuk ka Zot tjetër përveç meje që mund t'ja fal atë gjinah, andaj unë ja fal atë. Mirë po njeriu përse treti gabon dhe thot: o Zot, unë bëra një gabim, të lutem ma fal mua atë. E Zoti i thot: robi im gaboi, dhe e din se nuk ka Zot tjetër përveç meje që mund t'ja fal gabimin e tij. Dhe thot: o robi im, bëj ç'të duash, se unë do të fal. Dhe thot: o robi im, bëj ç'të duash, se unë do ta fal. Andaj, në këtë Ramazan, nxito në faljen e Allahu Jalla fi'ula, përgjigju thirrjes së tij: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dhe shpejtoni në faljen e Zotit, sepse ai do të falë. Dhe në këtë Ramazan, kërkoj falje Allahu Jalla fi'ula, sepse ai është falës dhe do të falë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.